Përshëndetje, jemi në Maqedoni e Veriut, thonë se, në Kumanov, fshati Slupçan, Lefter Koxhaj, ose i njohuri komandant Teli, automjeti me të cilin u shërbye komandant Teli, UÇK, Ushtria Çlirimtare Kombëtare e Maqedonisë. Ky ka qenë, nuk duket mirë se është me xhama, por ky ka qenë mjeti që ka luftuar zotëria, dhe siç thon, kemi dy zotrinj këtu, zotëria Erdogan dhe zotëria Ilyas. Poshtë është qyteti i Kumanovës dhe fshati i Slupçanit. Domethënë ka qenë aq i aftë saqë me 2 ose 3 veta dhe i vetëm, ndoshta me këtë mjetin nuk e di, po ka luftuar përballë me më shumë se 100 ushtar Maqedonisë apo Serbisë, ku nuk e di saktë si ka qenë atëherë. Ka qenë shumë i aftë. Ka luftuar për ushtrisë çlirimtare të Kosovës, siç thotë, unë kërkoj ndjes, gjithë atyre që njëjtë ose nuk e di, po siç e lexova pak më parë, ka luftuar Kosovë, është i lindur në Skrapar, ose Çoravot që e themi ne, me ta Beratit. Është i vitit 1969 i shkruan linja. Ka qenë shumë nacionalist. Domethënë, po ta mendojmë sot, unë jam Elbasani me një fshat që është më afër me Skraparin, po zotëria ka qenë aq shumë patriot, ka luftuar Kosovë, ka luftuar këtu, dhe siç thon zotrinj, me spionlik e kanë vrarë në Shkup. Ky është mjedi që ai ka luftuar. Këtu është një ndërtesë avi. Këtu është një ndërtesë të cilat janë të gjithë dëshmorët si të Kosovës edhe Maqedonisë, edhe këtej janë varrezat e dëshmorëve, të cilët kanë rënë në luftën e Slupçanës, e Kumanovës. Sa varre kemi këtu? Pavarësisht. Do të jemi gati 20 varre. Hajde abi. Bir de buna anıt var. Anıtı da söyle. Për të gjithë ata shqiptar të Shqipërisë, sidomos, që e din flamurin, që e kemi flamur dhe bëjnë edhe herë kështu, nuk është aq e thjeshtë. As për mua. Këtë gjë e them për vetën time. Zoti është përbleth këtyre që prehen këtu, prehen paqe, po këto edhe abi, këtej tregoje. Diçka 15 kilometra është kufiri me Kosovën, apo jo? Ata atje